Pavarësisht ftesës për bordin e paqes, kryeministri shqiptar Edi Rama duket se nuk përfillet shumë nga administrata amerikane. Gjatë mbi një viti qeverisje të Donald Trump, Rama nuk ka zhvilluar asnjë vizitë zyrtare në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe takimet e fundit të përfaqësuesve amerikanë në Tiranë kanë injoruar totalisht. Ndërkohë, ambasada amerikane në Prishtinë ka uruar krijimin e qeverisë së re të Kosovës dhe ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim, duke i dhënë prioritet Albin Kurtit, pasi nuk kanë bërë të njëjtën gjë me Edi Ramën kur ky i fundit fitoi zgjedhjet. Ky diferencim tregon qartë se amerikanët po japin më shumë vëmendje Kosovës se sa Shqipërisë, pavarësisht përpjekjeve të kryeministrit shqiptar për t'u afruar me Washingtonin. Një aksident i rëndë është regjistruar në aksin rrugor Vor-Fushprez, ku një 23 vjeçare dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit dhe është përplasur me barrierat anësore të rrugës. Si pasojë e përplasjes, e reja u dërgua në spital, por nuk arriti të mbijetojë plagëve dhe ndërroi jetë. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Gazetari Osman Stafa ka ngritur shqetësime serioze për mënyrën si trajtohen pacientët me goditje në tru në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Sipas denoncimit të fundit, në shërbimin e neurokirurgjisë dhe neurologjisë ka përplasje mes mjekëve apo personelit për referimin e pacientëve që ka nevojë për trombektomi, një ndërhyrje jetike në rastet e ishemisë cerebrale. Ai pretendon se ndonse në sektorin publik ka 5 mjek të aftë për ta kryer këtë procedurë. Ndërhyrja shpesh realizohet në spitale private. Stafa ngre pikpyetje edhe për mos funksionimin e një pajisje për arteriografi, duke përmendur rastin e një paciente në gjendje kritike, familjarëve të së cilës sipas tij u është sugjeruar dërgimi në privat. Deri tani nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet shëndetësore lidhur me këtë denoncim. Banorët e zonës së urës së Gjollës në Fushkruj kanë dalë sot në protestë për gjendjen e rrugës që i lidh me autostradën Fushkruj-Vor. Ata thonë se rikonstruksioni është premtuar prej vitesh, por aksi mbetet i pa asfaltuar me gropa dhe pellgje uji përgjatë gjithë segmentit. Sipas tyre, ndërhyrjet kanë qenë të pjesshme dhe shpeshherë të kryera nga vetë banorët. Rreth 100 familje preken drejt për drejt, ndërsa kalimi bëhet edhe më i vështirë gjatë rreshjeve. Ata theksojnë se mjetet e emergjencës hasin vështirësi serioze dhe transporti i një të sëmuri drejt spitalit zgjat për shkak të terrenit. Banorët kujtojnë se pas shpronësimeve për autostradën Thuman-Kasharu ishte premtuar ndërtimi i kësaj rruge, premtim që sipas tyre nuk u mbajt. Nëse Bashkia e Krujës nuk reagon, ata paralajmërojnë bllokimin e autostradës si formë presioni. Policia e Tiranës njofton se Bardhyl Fusha, 61 vjeç, që u arrestua një ditë më parë pas tentativës për grabitjen e një dege banke në rrugën Muedin Llagami në Tiranë, arriti të merrte vetëm 8 milion lekë të vjetra. Ai hyri i armatosur me armëzjarri tip automatik, qëlloi në dysheme dhe më pas kërcënoi punonjësit duke marrë shumën e parave. Fusha u vu në pranga menjëherë sapo doli nga banka, pasi patrulla ishte sinjalizuar nga një qytetar. Autori hodhi armën dhe çantën me para pa rezistencë. Sipas policisë, i arrestuari ishte sipërmarrës në ndërtim me probleme financiare dhe dyshohet se borxhet e shumta e shtyn drejt këtij akti. Ai ishte i pamaskuar dhe nuk bëri përpjekje për të shmangur kamerat e sigurisë. Hetimet për ngjarjen vijojnë. Me gjithërënien e lindjeve, Shqipëria shënoi një shtesë natyrore pozitive në vitin 2025 fal kurrjes më të madhe të vdekjeve sipas të dhënave të Instat. Megjithatë, ky rezultat dominohet nga kryeqyteti, ndërsa pjesa më e madhe e vendit regjistron vdekshmëri që tejkalon lindshmërinë. Qarku i Tiranës mbetet bastioni vetëm demografik, me më shumë lindje se vdekje për shkak të koncentrimit të popullsisë në moshë riprodhuese dhe migrimit nga qarqet e tjera. Pas Tiranës, shtesa modeste shënohet në Durrës, Kukës dhe Dibër. Lezhë është pothuajse në prag të qëndrueshmërisë. Në Juglindje dhe Jug situata është alarmante. Shtesa natyrore negative dominohet nga Korça, Fieri, Vlora, Berati, Gjirokastra, Shkodra dhe Elbasani. Tkurja lidhet me emigrimin masiv të rinjve, plakjen e popullsisë dhe pasigurinë ekonomike, duke ndikuar në rënien e lindshmërisë dhe rritjen e vdekshmërisë. Ekspertët paralajmërojnë se nëse ky trend vazhdon, shumë qarqe jashtë Tiranës do të përballen me mungesë të krahut punës dhe rënien të shërbimeve bazë, duke e kthyer kryeqytetin në një qendër demografike që mban gjallë vendin. Në dhomat e specializuara në Hag po vijojnë deklaratat përmbyllëse të mbrojtjes për Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin, ndërsa më herët ka përfunduar paraqitja për Kadri Veselin dhe Hashim Thaçin. Avokatët kërkuan lirimin e të akuzuarve, duke argumentuar se prokuroria nuk ka paraqitur prova bindëse dhe duke kundërshtuar pretendimin për ndërmarrjet përbashkët kriminale. Sipas mbrojtjes, veprimtaria e tyre lidhej me luftën për çlirim dhe jo me qëllime kriminale. Në anën tjetër, prokuroria ka kërkuar nga 45 vite burg për secilin. Pas mbylljes së deklaratave, trupi gjykues ka deri në 3 muaj për të shpallur vendimin ose për të kërkuar shtyrje.
Kuvendi i Kosovës miratoi një rezolut në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-s që po gjykohen në Hag me 90 vota pro dhe 1 kundër. Kundër votoi deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Fatos Geci, ndërsa lista serbe nuk mori pjesë në seancë. Rezoluta u propozua nga Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike shprehu mbështetje por kërkoi shtimin e një pike për drejtësinë ndaj vrasjeve politike përmes shefes së grupit parlamentar Jehona Lushaku. Kërkesa u kundërshtua nga Përparim Gruda, duke bërë që deputetët e LDK-s të mos marrin pjesë në votim. Kryeparlamentarja Albunena Haxhiu tha se çështja e vrasjeve politike do të trajtohet veçmas. Me këtë votim, kuvendi formalizoi mbështetjen politike për të akuzuarit në gjykatën speciale në Hag. Në selinë e NATO-s në Bruksel, sekretari britanik i mbrojtjes John Halley hapi takimin e 33 të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, duke theksuar se lufta e nisur nga Vladimir Putin nuk u fitua brenda një jave siç shpritej nga Moska. Aleatët premtuan 35 miliard dollar ndihmë të re ushtarake, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore. Britania e Madhe shpalli mbi 500 milion pound shtesë, ndërsa Gjermania, përmes ministrit Boris Pistorius, ofroi 5 interceptor Patriot Pak-3, nëse partnerët kontribuojnë me 30 të tjerë. Ministri i Ukrainas Mikhailo Fedorov falenderoi aleatët duke theksuar se Rusia po synon civilët dhe infrastrukturën energjetike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte kërkoi që 2026 të jetë viti kur Rusia të mos mund ta vazhdojë më luftën, ndërsa rreth 50 vende konfirmuan front të bashkuar përballë agresionit rus. Një sondazh i publikuar nga Politico tregon se shumica e qytetarëve në SBA, Kanada, Britani, Francë dhe Gjermani besojnë se bota po bëhet më e rrezikshme edhe se një konflikt i ri global mund të shpërthejë brenda 5 viteve. Në SBA, Kanada, Francë dhe Britani, shumica e sheh të mundshme edhe një luftë të tretë botërore, ndërsa Gjermania mbetet më skeptike. Rreth 1 në 3 qytetarë në SBA, Britani, Francë dhe Kanada beson se mund përdoret edhe armë bërthamore. Në Europë, Rusia shihet si kërcënimi kryesor, ndërsa në Kanada, SBA renditet si rrezik për sigurinë. Megjithatë, mbështetja për rritjen e shpenzimeve ushtarake bie ndjeshëm kur përmenden taksa më të larta apo rritje borxhi. Sondazhi nxjerr në pa një dilemë për liderët e NATO-s pas sigurinë rritje por vullneti kufizuar për ta financuar atë. Aeroplanmbajtësia më e madhe në botë, USS Gerald Ford, është urdhëruar të zhvendoset nga Karajibet drejt lindjes së mesme. Me mbërritjen e saj, SBA do të ketë 2 aeroplanmbajtëse në rajon, pasi Abraham Lincoln ndodhet tashmatje. Presidenti Donald Trump ka rritur presionin ndaj Iranit për një marrëveshje mbi programin bërthamor, duke paralajmëruar pasoja traumatike nëse nuk arrihet akord, por duke lënë hapur derën e diplomacisë. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm iranian Abbas Araki deklaroi për Al Jazeera se Irani do të godas bazat amerikane në rajon nëse sulmohet, duke theksuar se Teherani diskuton vetëm çështjen bërthamore dhe jo tema të tjera. Situata mbetet e tensionuar, të dyja palët flasin për diplomaci, por paralelisht përgatiten për skenarin e përshkallëzimit ushtarak. Donald Trump dhe Melania Trump takohen sot në Fort Bragg, Carolina e Veriut, me personelin ushtarak amerikan që mori pjesë në operacionin e 3 janarit që çoi në arrestimin e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij Cilia Flores, të transferuar më pas në SBA. Operacioni i përshkruar nga Trump si një ndër ndërhyrjet më të ndërlikuara dhe efektive të forcave speciale, përfshiu sulmet koordinuara dhe përdorim të inteligjencës ushtarake. Ky takim shërben për të nderuar trupat dhe familjarët e tyre, ndërsa ngjarja ka shkaktuar jehon ndërkombëtare dhe debate mbi sovranitetin dhe ligjin ndërkombëtar. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Universitetin e Karolinës së Jugut, ku 2 persona humbën jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur pas të shtënave në konvikt. Pas sinjalizimit, policia ndërhyri dhe universiteti vendosi orë policore për disa orë deri në stabilizimin e situatës. Identiteti i viktimave dhe gjendja e plagosurit nuk janë konfirmuar ende dhe motivet e sulmit mbeten të panjohura. Nuk dihet nëse autori është arrestuar apo mbetet në kërkim. Ngjarja rikthen shqetësimin për sigurinë në kampuset universitare në SBA, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të incidentit. Sipas raporteve ndërkombëtare, nuk ka lidhje me një sulm të ngjashëm që ndodhi kohët e fundit në Kanada. Kombëtarja shqiptare mësoi kundërshtarët për edicionin e ri të UEFA Nations League. Shorti në Bruksel vendosi Shqipërinë në grupin C1 me Bielorusin, Finlandën dhe San Marinon. Megjithatë, vëmendja kryesore e kuqezinjve mbetet e play-offet e FIFA World Cup 2026, që do të zhvillohen në muajin mars. Në një prononcim për Federatën Shqiptare të Futbollit, trajneri Silvinjo theksoi se skuadra prej javësh po përgatitet për sfidat vendimtare të kualifikimit. Ai e cilësoi Ligën e Kombeve si një kompeticion të vështirë dhe dinamik, por nënvizoi se për momentin prioritet absolut janë ndeshjet e marsit, të cilat konsiderohen kyçe për ëndrrën e madhe, kualifikimin në botrorin 2026.